Ajo që ndodhi në gjykatën e apelit në Tiranë tronditi jo vetëm sistemin gjyqësor në Shqipëri, por edhe çdo familje shqiptare. Pasojat e asaj që ndodhen janë të trishta për familjen e gjyqtarit, 3 fëmijë dhe bashkëshorten e tij, të cilët mbetën pa shtyllën e familjes, ndërsa Elvisi, në moshën më të bukur, përfundoi pas hekurave dhe nuk dihet se kur do të mundet të shohë sërish dritën e diellit. Pas gjithë atij tensioni dhe vorbulle mediatike, gjërat duket se kanë rënë pak në qetësi dhe pikërisht në këtë moment Elvis Shkambi ka folur nga burgu duke dërguar një mesazh për fëmijët e gjyqtarit, por edhe duke i treguar shqiptarëve arsyet që e çuan drejt vendimit fatal. Në letrën e tij, 30 vjeçari shkroi: "Sot personalisht po i shpreh ngushëllimin më të përzemërt familjes Kalaja, të afërmve, miqve dhe kolegëve të tij. Ndjej keqardhje shumë të madhe për dhimbjen që kam shkaktuar, sidomos në raport me 3 fëmijët e tij, për të cilët besoj se ai ka qenë njeriu më i mirë në botë. Ndjej një keqardhje shumë të madhe edhe për familjen time, të afërmit, miq dhe kolegët, të cilët i kam zhgënjur. Sa kaq, ai insiston se vendimi i gjykatës për çështjen e tij ka qenë i padrejtë." Ajo që ndodhi atë ditë ishte një reagim i palogjikshëm kundër një vendimi po aq të palogjikshëm. Po e them dhe do ta përsëris sa të kem frym, ai vendim ishte më shumë se sa skandaloz. Prej 13 vitesh, xhaxhai im, Gjon Shkambi, ishte kthyer në një eksperiment nga sistemi gjyqësor në Shqipëri. Më pas, ka një tjetër mesazh për fëmijët e gjyqtarit, kur thotë: "Ata që shtyn baban tuaj në atë vendim të padrejtë janë po aq fajtor sa që jam edhe unë."